Përshëndetje të nderuar miq, nëpërmjet këtij video mesazhi kam kënaqësinë të ndaj me ju eksperiencën time në sistemin penitenciar në Burgje si punojës policie i cili feston 15 vjetorin e shërbimit të tij. Sigurisht duhet rrëfej eksperiencën time si shërbetor i drejtësisë, si shërbetor i kombit dhe si shërbetor i shoqërisë shqiptare. Gjatë këtyre 15 viteve jam përgatitur të jem punëtor policie me integritet, të jem një psikolog, të kem aftësi të menaxhoj dhe të jem ekspert në komunikim. Të shërbesh në sistemin penitenciar në Burgje nuk është e lehtë, sepse të them të vërtetën, me situata që ndeshesh në përditshmëri gjatë shërbimit tënd, mund të them me plot gojë është e vështirë dhe është një sakrificë. Vetë fjala shërbetor do të thonë që je në shërbim. Je në shërbim të njerëzve të cilët kanë konsumuar vepra të ndryshme penale dhe rrezikshmëria e tyre është në nivele të ndryshme. Punojësi i policisë duhet të jetë i përgatitur në të gjitha drejtimet jetësore që të jetë i aftë të komunikojë me të ndaluarit në mënyrë të drejtë, në mënyrë duke respektuar liritë dhe drejtat e njeriut, si dhe duke zbatuar rregulloren e burgjeve, e cila është e miratuar për të ofruar të ndaluarve dhe të dënuarve siguri, një menaxhim të mirë, një rehabilitim e me pas kjo pjesë e shoqërisë e cila ka gabuar të rifutet në shoqëri dhe të korrigjoj gabimet e saj. Koha që kalohet në burg për një person të ndaluar është një kohë reflektimi, ku në sistemin penitenciar i garantohet liria e tij, i garantohet të gjitha të drejtat dhe i garantohet siguria e tij personale. E për këtë punëtori i policisë duhet të jetë me të vërtet një psikolog, me të vërtet një ekspert në degën e komunikimit, sepse në burg bien të gjitha shtresat e shoqërisë. Dhe kështu që punëtori i policisë të jetë i aftë të komunikojë në mënyrë të drejtë dhe të jetë i pandikuar nga emocionet, por të zbatojë rregullin për të cilin ai është përgatitur, dhe unë personalisht ka marrë pjesë në 3 trajnime të rëndësishme. Trajnimi i parë ka qenë në 11/6/2008, trajnimi i dytë ka qenë në 28/2/2013, ndërsa trajnimi i tretë ka qenë për marrjen e gradës inspektor, Republika e Shqipërisë, Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Tiranë, me 5/4/2013, certifikat. Zoti Ndres Piroli ka marrë pjesë në trajnimin profesional për fitimin e gradës inspektor
në shërbimin e sigurisë në institucionet e ekzekutimit penale, mbështetur në ligjin numër 10.032, datë 11/12/2008, neni 30 për policinë e Burgjeve. Trajnimi është kryer nga qendra e trajnime të punojësve të Burgjeve nga data 1/4/2013 deri në datën 5/4/2013. Përgjegjësi i sektorit trajnimeve Femi Sufaj, drejtori i përgjithshëm i Burgjeve Gazmen Dibra. Kështu që marrja e certifikatës është performanca e jote në mënyrë të vazhdueshme dhe shembulli jot konkret, dhe vjen një moment që ti vlerësohesh për punën që ti kryen dhe për përgatitjen tënde për të qenë i aftë që me shembullin tënd konkret të jesh një pishtar i cili ndriçon për të kryer detyrën ashtu siç e parasheh ligji. Sigurisht, puna në sistemin penitenciar ka risk, sepse ti gjendesh, sikur e thash më parë, me njerëz që kanë konsumuar vepra të ndryshme penale, dhe kjo të bësh me menaxhimin e personave që kanë kryer krime të ndryshme. Vetë punojësi i policisë duhet të jetë një psikolog, duhet të jetë një njeri human që të vendos në shërbim të punës tij të gjitha energjitë që ka për të shërbyer sa më mirë, sa më korrekt, sepse ky punojës policie është shërbëtor sepse paguhet me taksat e popullit. Dhe pikërisht këtij populli, kësaj shoqërie, në këtë mënyrë ai shërben me dinitet, me pastërti, me korrektësi. Punojësi i policisë duhet të respektojë të drejtat e njeriut, duhet të ofrojë siguri në institucion, duhet të ofrojë trajtim njerëzor. Gjatë këtyre viteve, unë personalisht kam shërbyer në disa institucione të ekzekutimit vendimeve penale. Në burgun e Shënkollit në Lezhë kam shërbyer në regjimin e jashtëm, disa herë përgjegjës shërbimi, por edhe në shërbim, gjithashtu edhe në regjimin e brendshëm, duke ofruar shërbimin tim në këtë sistem penitenciar. Kam qenë i komanduar në Tiranë tek burgu 313 për disa muaj, dhe më pas kam qenë i emëruar në burgun e Fushkrujës për 9 muaj. Dhe më pas jam transferuar në burgun e Shënkollit në Lezhë, ku aktualisht kryej shërbim tek personat të cilët janë të sëmurë, janë me masën kurim të detyruar. Dhe aty kam mësuar shumë nga gjendja e tyre emocionale, jam bërë pjesë e vuajtjes tyre, por gjithmonë duke qenë korrekt në komunikim me ta.
Përveç punës e cila është e vështirë, një problem tjetër ka qenë transporti. Mua personalisht më ka munguar transporti, sa që jem detyruar nga fshati Zhej Kurbinit deri tek institucioni i Shënkollit Lezhë të ndryshoj ose të lëviz për të kapur shërbimin me 3 makina, me 3 linja. 3 makina kur shkon në shërbim dhe 3 makina kur vjen në shërbim. Ka pasur shumë raste që kam bërë në këmbë për orë të tëra për arsye se nuk kam gjetur mjet transporti për të shkuar në banesë. Përveç ngarkesës psikologjike që kam pasur në shërbim, është bërë një ngarkesë tjetër edhe transporti për t'u spostuar për tek banesa. E kështu që dënuarit, si që tham, janë të paparashikuar. I dënuari nga momenti në moment mund të godas, nga momenti në moment mund të kërcënoj familjen tënde, mund të kërcënoj ty. Gjithmonë je i rrezikuar nga kjo stres e cila ka konsumuar vepra të ndryshme penale. Bëj thirrje që policia e burgjeve të trajtohet me dinitet. Unë e kam quajtur çdo punëtor policie hera i kombit të tij i cili punon në heshtje. Punojësi i policisë ka sakrifikuar vitet e tij, kohën e tij, jetën e tij në shërbim të shoqërisë shqiptare dhe pikërisht duhet vlerësuar. Sepse në moment kur në sistemin penitenciar do mungojnë punëtori i shërbimit, atëherë këta persona, këta herojnë të cilët janë pjesë e sigurisë kombëtare, atëherë të gjithë ne do ja dim rëndësinë për punën që edhe për kontributin që ata japin. Prandaj punëtori i policisë së burgjeve duhet jetë një profesionist, një person i cili dhuron energji pozitive dhe punon në heshtje dhe zbaton detyrat që ja ka caktuar ligji dhe rregulloria. Përshëndes të gjithë punëtorët e policisë burgjeve, të gjithë ata që kanë vendosur jetën e tyre në shërbim të shoqërisë shqiptare, edhe duke rrezikuar veten e tyre
gjatë punës, ata janë heroj që pa të cilët shoqëria nuk do kishte kuptim. Edhe një herë për mua ka qenë një eksperiencë shumë e vlefshme në jetën time, koha që unë kam shërbyer në institucionet e ekzekutimeve vendime penale, pra në burgje, në sistemin e burgjeve, dhe jam krenar për kontributin tim që unë si person kam dhenë ndër vite pa u kursyer. Ju përshëndes dhe uroj që çdo person të bëj video mesazhe për të kuptuar rëndësinë e profesioneve të ndryshme, si dhe për bërë zgjedhjen në momentin e duhur. Atëherë ju falenderoj edhe unë personalisht ndihem krenar se jam bërë pjesë e këtij sistemi penitenciar dhe që me veten time kam vendosur që të shkrij të gjitha energjitë e mia në shërim të plagës njerëzore, e cila është krimi, në rehabilitimin dhe rihyrjen në shoqëri të kësaj pjese e cila ka gabuar. Ju faleminderit.